Për ëngjëjt e rënë flitet jo vetëm në Bibël, por edhe në Kuran. Po kush ishin ëngjëjt e rënë? Tregohet që ëngjëjt e rënë ishin të formuar nga drita, ose më mirë nga drita dhe zjarri, dhe ishin shërbëtorët e Zotit. Ata zbritën në tokë dikur në kohën e Noes, të paktën sipas shkrimeve të Biblës, dhe rregulluan gjërat në planetin tokë. Pra rregulluan njeriun, bijtë e tyre. Dëgjoni me kujdese. E njëjta gjë thuhet edhe për malakët ose melekët ose meleqët, të shkruar në Kuran. Dhe tregohet që përveç se këta ishin të ndërtuar nga Zoti mes dritës dhe zjarrit, u krijuan për të udhëzuar dhe për të rregulluar njeriu. Në fakt ata i shfaqeshin dhe zhdukeshin në njeri përpara njerëzve që në atë kohë, pra që në kohën e Nuhiut. Dhe e njëjta gjë flitet edhe në Bibël. Pra Bibla tregon që në kohën e Noes u shfaqën ëngjëjt. Por po sigurt janë të njëjtit ëngjëj që flitet sot. Çfarë? Ëngjëjt. Ata që ne i quajmë sot alien. Po. Pra po sigurt janë të njëjtët. Po ta shikoni, kjo është periudha ku po flitet shumë për alienët, duke filluar që nga viti 60, sepse kishte vite të tëra që flisnin për demon, për fantazma, për forma të tjera jete që janë të njëjtë. Po ti shikoni, janë të njëjtë ata që thuheshin dje ose në kohët e lashta që ishin ëngjëjt e rënë. Unë them që mos të gënjehet njeriu të mendoj që këta alienët e sot, ashtu siç ndodhi dhe atëherë, të jenë ndryshe nga ëngjëjt e rënë. Unë them që duhet marrë seriozisht dhe secili duhet mendoj seriozisht që ata ëngjëjt e rënë dikur ishin dhe janë sot alienët që flasim ne sot, po sikur të jetë e njëjta gjë. Unë jam i bindur për këtë sepse nëse është kështu, të gjithë këta liderat e mëdhenj të botës, të gjithë këta që praktikojnë disa rite të çuditshme, them që janë e njohin mirë të vërtetën dhe ka qenë kjo arsyeja për mendimin tim që i kanë ndryshuar emrin. Dhe njeriu ndaj nuk duhet të gënjehet me informacionet, sepse ne i kemi përpara nesh. Por njeriu është mësuar i tillë, ashtu si bën njëri bën edhe tjetri. Ndaj secili duhet të jetë cogito ergo sum, secili duhet mendoj me mendjen e vet. Pra mos mendoni që pse na i tha dikush, gjoja i profesor, doktor apo ku ta di unë dhe është sublime, është çdo gjë është e vërtetë. Jo, mendojeni me mendjen tuaj. Kush ishin